Shejti i ditës 6 mars. Shën Marciani i Tortonës, i peshkëv dhe martiri hershëm i kishës. Më 6 mars Kisha Katolike përkujton Shën Marcianin e Tortonës. Një ndër i peshkvit dhe martirët më të hershëm të krishtërimit në Itali. Si udhëheqës i parë shpirtëror i qytetit Tortona dhe dëshmitar i besimit deri në vdekje, Shën Marciani na kujton sakrificën e madhe të martirëve të parë dhe përkushtimin e tyre të palëkundur ndaj Krishtit. Informacionet për jetën e Shën Marcianit vijnë kryesisht nga tradita dhe shkrimet të lashta kishtare, edhe pse nuk disponojmë të dhëna të shumta historike. Sipas traditës, Marciani lindi në një familje pagane në rajonin e Piemontit në Itali dhe kaloi rininë e tij në një mjedis plotësisht pagan. Në rrethana të panjohura saktësisht, ai u njoh me fenë krishterë përmes predikimeve të Shën Sekundit të Ostias, një dëshmitar i njohur i hershëm i fesë. Përmes mësimeve të Shën Sekundit dhe të apostullit Barnab, ose sipas disa burimeve të tjera nga Shën Siro, i peshkvi i Gjenovas Marciani u konvertua në krishtërim dhe mori sakramentin e pagëzimit. Kthimi i tij ishte një akt guximi i madh, pasi përqafimi i fesë së krishterë në perandorinë romake të asaj kohe shpesh shoqërohej me përndjekje të rënda. Megjithatë, Marciani e përqafoi me zell fenë e re dhe i u përkushtua shpalljes së Ungjillit. Pas pagëzimit dhe një periudhe përgatitjeje shpirtërore, Shën Marciani u shugurua i peshkëv i Tortonës, duke u bërë kështu udhëheqësi i parë i këtij komuniteti të krishterë. Si i peshkëv, ai predikoi Ungjillin për më shumë se 45 vjet, duke shpërndarë mësimet e Krishtit me dashuri dhe përkushtim. Ai ndërtoi komunitetin e parë të krishterë në qytet, duke udhëhequr besimtarët në kohë të vështira dhe përndjekjesh. Përmes shërbimit të tij të palodhur, shumë pagan u kthyen në krishtërim. Ai ishte gjithashtu i njohur për jetën e tij të përvojtë dhe përkushtimin ndaj të varfërve dhe të sëmurëve. Gjatë kohës së perandorit Trajan, ose sipas disa burimeve të tjera gjatë sundimit të perandorit Hadrian, përndjekjet ndaj të krishterëve u intensifikuan. Shën Marciani, si udhëheqës i komunitetit të krishterë në Tortona, u bë objektiv i autoriteteve romake. Ai u arrestua për shkak të besimit të tij të palëkundur dhe refuzimit për të hequr dorë nga feja e krishterë apo për të adhuruar perëndit pagane. Pas një gjykimi të padrejtë dhe torturash të shumta, Shën Marciani u dënua me vdekje. Ai u kryqëzua rreth vitit 117 ose 120 pas Krishtit, duke u bërë kështu një dëshmitar i fuqishëm i besimit të tij. Para se të ndronte jetë, ai luti Zotin për faljen e persekutuesve të tij, duke ndjekur shembullin e Krishtit në kryq. Pas vdekjes, trupi i tij u mor dhe u varros nga Shën Sekundi i Ostias, i cili e kishte njohur dhe udhëhequr shpirtërisht në jetën e tij. Në shekullin e 4, varri i Shën Marcianit u zbulua nga Shën Inocenci, i peshkëv i Braskias. Ky zbulim u pa si një shenjë e shenjtërisë së tij dhe vërtetësisë së martirizimit të tij. Reliktet e tij u vendosën në katedralet kryesore të Tortonës, Katedralja e Shën Marisë së Ngjitur në Qiell dhe Katedralja e Shën Lorencit. Një relikt i gishtit të tij ruhet gjithashtu në qytetin Gjenola.
Shën Marciani nderohet si mbrojtësi i qytetit të Tortonës dhe kisha lokale e feston kujtimin e tij me kremtime të veçanta liturgjike çdo vit më 6 mars. Në disa tradita të mëvonshme, ai identifikohet me Shën Marcianin e Ravenës. Megjithse shumica e studiuesve dhe autoriteteve kishtare i trajtojnë këto dy figura si shenjtor të ndryshëm. Mesazhi i Shën Marcianit për botën moderne. Shën Marciani i Tortonës është një shembull i qëndrueshmërisë besnikërisë dhe guximit në mbrojtjen e besimit. Në një kohë kur krishtërimi ishte i rrezikuar nga persekutimi dhe dhuna, ai nuk hoqi dorë nga besimi i tij, edhe përballë vdekjes. Martirizimi i tij është një përkujtesë e fuqishme e thirrjes së të gjithë të krishterëve për të qenë dëshmitar të vërtetë të Krishtit, edhe kur kjo kërkon sakrificë personale. Për të krishterët e sotëm, Shën Marciani është një figurë frymëzuese që na mëson rëndësinë e guximit shpirtëror dhe dashurisë së pakushtuar për Zotin dhe të afërmin. Ai gjithashtu na kujton se besimi nuk është vetëm një akt personal, por edhe një thirrje për t'u angazhuar në shërbimin e komunitetit, veçanërisht në kohë vështirësish. Lutje drejtuar Shën Marcianit të Tortonës. O Shën Marciani i shenjtë, i peshkëve i palodhur dhe martiri guximshëm për Krishtin, ndërmjetëso për ne që të kemi forcën dhe besimin për të dëshmuar të vërtetën e Ungjillit në jetën tonë të përditshme. Na mëso të qëndrojmë të fortë në besim, edhe kur përballemi me sfida dhe sprova. O mbrojtës i qytetit të Tortonës dhe i të gjithë atyre që kërkojnë guxim shpirtëror, udhëhiqi zemrat tona drejt dritës së Krishtit. Amen. Gëzuar dhe bekuar ditën e Shën Marcianit, të gjithë atyre që mbajnë emrin Marcian apo Marciano. Shën Marciani qoftë mbrojtësi dhe udhërrëfyesi juaj në rrugën e shenjtërisë dhe dashurisë për Zotin.